أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد gjithë hamdi, falëndërimit dhe lavdia e plotit takon të madhit Allah te baraka wa taala, salate dhe selame I dërgojmë me të dashurit ton, me të madhit pejgamber Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejoni në fillim të gjithëve t'ju uroj dhe t'ju boj për hajër fillimin e këtyre 10 netëve të fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun te baraka wa taala që këto 10 net të fundit në këtë muaj të bekuar të Ramazanit të jenë një piknisje dhe një fillim I mbar për të gjithni inshallah taala. Allahu na dhasht sukses, Allahu na dhasht bereqet, Allahu na mundsoft bekimet edhe mirësit e pa numërta të këtij 10-shit të fundi, t'i marrim të gjithë ne dhe të dalim fitimtar inshallah taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur transmeton Imam Muslimi në 10 netet e fundit nga ky muaj I bekuar I Ramazanit ishte më I angazhuar se sa gjatë fillimit të netëve gjatë këtij muaji. Në një transmetim tjetër pejgamberi alayhis salam aq shumë mobilizohej sa që thuhet kështu: në një e gjallërante dhe e ngjallte natën me ibadet. 2. E zgjönte familjen e tij dhe e mobilizonte njëkohësisht tërë familjen e tij që të angazhohen të gjithë në ibadet. 3. E shtregonte qemerin e tij. Keni parasysh, kjo është vetëm një është një simbolik, një shembull, sikur ne kur dëshirojmë me peshu diçka të rond, ne themi shtrëngohu, ose themi shtrëngoj rypin mirë. Do thot shadda mi'zarahu, pejgamberi alayhis salam e ka shtrëngu qemerin e tij në kuptimin ka tregu vendosshmëri edhe gatishmëri për këto 10 net fundit. 4 e ka palu shtratin e tij, dyshekin e tij, që nën kupton se pejgamberi alayhis salam shumë pak ka fjet në këto 10 netet e fundit. Ka fjet minimalisht sa ka nevojë njeriu, ka nevoja minimale, dhe vetë fakti që pejgamberi e ka palu shtratin, dyshekin, tregon se nuk ka dasht me fjet me komoditet, por ka fjet aq sa ka nevojë minimale njeriu për me pas fuqi edhe energji me I kry obligimet. Të gjitha këto pejgamberi alayhis salam këto veprime konkrete, praktike I ka marrë në këtë 10-shën e fundit, në këto 10 netet e fundit. Tash unë besoj që kjo nuk është hera e parë për asnjërin për juve që keni pas rastin me dëgju apo dhe keni lexu sigurisht për peshën e madhe dhe rëndësinë e këtyre 10 netëve të fundit. Unë po mundona me I numëru disa arsye, një 5-6 arsye të cilat do të na motivojnë. Arsye të fuqishme që të gjithë neve na motivojnë, na vetëdijsojnë, na ngritin në një shkallë të lartë të përgjegjësisë dhe përkushtimit për t'i shfrytzu maksimalisht këto 10 net të fundit nga ky muaj I bekuar I Ramazanit.
Arsyeja e parë që ju gjithë e dini është se në këto 10 ditët e fundit në këtë muaj të bekuar të Ramazanit është një natë e madhe që gjithë ne e synojmë. E lusë Allahun te baraka wa taala që Allahu të na mundson ta goditim e ta qëllojmë natën e madhe të Kadrit, të marrim mirësitë dhe bekimet e panumërta të kësaj nate. Allahu te baraka wa taala e ka cilësu madhështinë edhe peshen e kësaj nate duke thënë Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e madhe e Kadrit ka vlera, ka pesh, ka rëndësi edhe më shumë se 1000 muaj. E dini ju, 1000 muaj me I kalkulujën 83 vite e 4 muaj. Dënë thotë, mirësit, bekimet, shpërblimet, vlerat, rëndësit, konsideratat, bekimet e kësaj nate fillojnë nga 1000 muaj. E vazhdojnë veç Allahu sa e din. Nga se mirësit e Allahut janë të panumërta. Fadlullahi utihi limen yasha. Mirësit e Allahut janë aq të shumta, janë pa limit, janë pa kufi. Allahu dhuron dhe I jep robëve të Tij aq sa dëshiron. Prandaj arsyeja e parë dhe motiv I fuqishëm, I jashtëzakonshëm që ne ta inkurajojmë e ta nxitim veten, që ta gjejmë zellin, që ta gjejmë gjithsesi për kushtimin, që të kemi gatishmërinë, të jemi të vendosur, të kemi vullnet, të kemi energji, të kemi lezet gjatë përkushtimit ton, gjatë veprave tona të mira, motiv I mjaftueshëm është kjo natë. Motiv I mjaftueshëm është kjo natë. Ka rastis me kaderin e Allahut, caktimi I Allahut, sonte është e 21-ta, por sonte është edhe nata e gjymos. Domethënë prej kur e kemi boj iftarin dje, domethënë tash kemi hi ditën e re. Ka fillu nata e gjymos. Dietarët dhe ulemaja sikur Ibn Taymija, Ibn Rajebi dhe shumë të tjerë kanë thonë nëse ndodh që nata e 21 me qëllu me natën e gjymos, atëherë këtu janë 2 bekimet mëdha, janë 2 dhurata të jashtëzakonshme, e që Aliu radiallahu anhu është rezervu gjatë jetës tij çdo herë me pas për kushtimin shumë të veçantë natën 21. Aliu radiallahu anhu është rezervu gjatë tërë jetës tij nata e 21 ka qenë e veçantë për Aliun radiallahu anhu. Arsyeja e dytë që ne duhet detyrimisht ta motivojmë ta nxitim veten që t'jemi sa më të zellshëm në këto 10 netet e fundit është se pikrisht Allahu te baraka wa taala në këto 10 netet e fundit, respektivisht në natën e Kadrit, e ka zbrit Kur'anin madhështor. E ka zbrit Kur'anin madhështor. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne ta kemi zbrit ty Kur'anin në natën e Kadrit. A nuk është arsye e fuqishme që ne të motivohemi e ti japim vetit vullnet shumë fakti që Allahu fuqiplot e ka zbrit e ka zbrit Kur'anin në natën e madhe të Kadrit. Arsyeja numër 3 që neve sigurisht se duhet të na motivon është se në këto 10 netet e fundit, apo ta them ndryshe, këto 10 netet e fundit janë sikur një sezon që tregtarët, bujqit apo çfarë do lloj kategorie e njerëzve në shoqëri e konsiderojnë sezon shumë të favorshme për me arrit qëllimit e tyre. Prandaj kanë thonë ulemaja, këto 10 netet e fundit janë një sezon
ku Allahu te baraka wa taala i ka karakterizu këto 10 net e fundit me përplot bekime dhe mirësi. Prandaj thot Allahu dhul Jalal, inna anzalnahu fi lejletin mubarake, ne ta zbritëm ty Kur'anin në natën e cila është përplot bekime. Do më thonë, arsyeja numër 1 ishte se në 10 që në fundit është nata e madhe e Kadrit. Arsyeja numër 2 që ne duhet ta motivojmë veten, që të kemi zellin, përkushtimin, vullnetin, angazhimin ton, të pashoq, është se Allahu e ka zbrit në këto 10 netet e fundit, respektivisht në natën e Kadrit, Kur'anin. Arsyeja numër 3, këto 10 ditë karakterizohen si ditë përplot me bekime, përplot me mirësi. E kush prej neve nuk ka nevojë për mirësitë dhe bekimet e Allahut te baraka wa taala? Arsyeja e 4 është se Allahu te baraka wa taala na ka tregu dhe na ka gëzu, na ka përgëzu se në natën e madhe të Kadrit, e cila gjendet në këto 10 netet e fundit, Allahu te baraka wa taala në mesin e mirësive e ka veçu edhe një dhuratë të veçantë. E ajo dhuratë është se Allahu i kursen robrit e tij prej rreziqeve edhe sprovave të ndryshme. Çka thot Allahu në surën Kadr, kisha pas dëshirë të gjithë me ditë këtë sure, se i kishit kap këto dhe si kishit haru. Ashtu nuk ka shumë ajete. Thot ajeti i fundit, selamun hiya hatta matla'il fajr. Do të thot, në mesin e veçorive që karakterizohet kjo natë, në mesin e veçorive që karakterizohet kjo natë, dhe këto net, selam, janë net të cilat ka qetësi, ka shpëtim, ka selamet. Tash dëgjoni, njerëzit kur themin Allahu na kursen prej sprovave, prej vështirësive, njerëzit a priori janë të prim me i mendu ato sprovat mos të kem ndonjë smundje. Po, Allahu na mbrojt të gjithë neve dashurit tonë prej smundjeve. Sigurisht se smundja është një prej sprovave të rënda, apo varfria, por ne harrojmë se ka sprova që janë më të rënda se këto. Ka sprova në këtë botë që janë më të rënda se smundja, më të rënda se varfria. Për shembull, a ka sprovë më të madhe se Allahu dhul Xhelal me të sprovu edhe një njeri i cili për vitet tona ka qenë në udhën e drejtë Zotit, ka dalë për judhës. Ka dalë për judhës Zotit, kjo sprovë më e rëndë është. Se një smundje, Allahu të sprovon, nëse donë Allahu shërosh të kalon, nëse nuk të kalon, gjen e gjeli dikur, si besimtar, shpreson, smundja të pastron, smundja i ngrit deregjet, smundja mundet me ta jepë dhe gradën e shahidit. Por me ta marë Allahu imanin, kjo sprova më e rëndë. Ose një njeri ka falë namaz, edhe nuk po falet mo. Prandaj, një prej karakteristikave shumë të veçanta këtyre netve, selamun hiya hatta matla'il fajr. Ka shpëtim, ka garancë, ka qetësi, ka rehati në këtë natë deri në mëngjes. E kjo qetësinë në kupton edhe atë shpirtërorën, edhe truporën, edhe fiziken, edhe psiqiken, edhe qetësinë me familjarët e tu, edhe qetësinë me prindët e tu, edhe qetësinë jetën bashkëshortore, edhe në qetësinë me evlatët e tu, edhe në qetësi e në sukses në sferën e biznisit, në sferën e arsimit, shkencës dhe se je student, në gjitha forat e jetës, në gjitha aspektet e jetës. Arsyeja e 6, e cila duhet të na motivoj që të jemi të zellshëm në këto 10 netet e fundit, është se nuk duhet të harrojmë për asnjë çast.
fillimin pse ne agjerojmë, pse sonte e një ardhjo, ndoshta shumë për juve s'keni shti në sy asni moment gjumë. Ndoshta shumë për juve nesër në 7, në 8 kanë me nisë një aktivitet, një ditë vështirë, me 7-8 orë, 10 orë, shumë për juve ndoshta shkojnë deri në Prishtinë, kanë punën e mu kthy 160 kilometra, por çka të bën ty krejt këto me ilon anash, me gjetë forcën, me gjetë vullnetin, gatishmërinë, imani. Prandaj ka thonë pejgamberi alayhis salam, o shumë më rëndësi këto mos më haru ju bashkë me mua. Men sama Ramadana imanan wa ihtisaba. Kush e agjeron Ramazanin i bindur e i motivuar e i nxitur nga imani, besimi i drejtë dhe i thellë në Zotin një, se Allahu ju të prej te dhe prej meje ka kërku me agjeru. Dhe shpresojmë shpërblimin e Allahut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu na i fal gjunat e kaluara. E njëjta vlen ai i cili e fal namazin e teravive. E njëjta vlen. Kjo ofertë është për ata, për ju këtë rast që keni ardhur me fal namazin e natës. Dhe arsyeja e fundit, ka shumë arsye, edhe dy po i përmendi, që duhet të na motivojnë maksimalisht të jemi të zellshëm e të përkushtuar në këto 10 minuta e fundit, është se pejgamberi alayhis salam a ka vend në djem? Në hajde djem ka mundeni me shku një 10-15 djem në pejgamberi alayhis salam, mos haro këto shumë më rëndësi për mua dhe për ty. Thot pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam, në çdo natë në kohën e iftarit, Allahu liran, e shpëton, e amneston prej zjarit të xhehenemit robët e tij. Kanë thonë ulemaja, në këto 10 netet e fundit, kjo amnesti është hala ma bujare, hala ma fisnike, hala ma e madhe. Mos e haro shpirtin tënd. Krahas shpirtit tënd kur ki me u lut për këtë dhuratë të jashtëzakonshme, mos e haro dy prindrit e tu, e pastaj të dashurit dhe familjarët e tu. Dhe arsyeja e fundit është pejgamberi alayhis salam thot, veprat vlerësohen, shpërblehen, gjykohen sipas përfundimit. Nëse dëshirojmë të gjykohemi e të shpërblehemi prej bujarive dhe mirësive dhe mëshirës Allahut, përfundimi i jon në këtë garë të madhe, në këtë muaj të bekuar, është shumë më rëndësi. Nëse e krym garën pikrisht pa dash me bë krahasim, por sa për ilustrim, ata që janë vrapojnë në atletik, në rrethin e fundit e qesin maksimumin për medali pari. Prandaj përkushtimi ynë edhe vullneti tani në këto 10 ditët e fundit duhet të jetë maksimal. Duhet ta qesim më të mirën prej neve. Duhet ta japim maksimumin nga vetja për me pas përfundim të mirë. Pasi që jemi afruar edhe 3 minuta, dëshiroj së bashku të lutemi në këtë natë madhe të bekume, në këto momente dhe në këto qaste po ashtu të jashtëzakonshme, e lusim Allahun te baraka wa taala me emrat e tij të bukur, me atributet e tij të përsosura, që të na ruaj besimin dhe imanin ton, të na shtoj udhëzimin në rrugën e tij të drejtë, të mos na largoj e të mos na lajthit prej udhës së tij të drejtë asnjëherë. O Allahu i i dashur, ti na bëre dhurat këtë fe, këtë iman, këtë Kur'an, këtë islam, këtë namaz, këtë agjerim, këtë Kur'an, na mundësot që të dim, ta vlerësojmë e të jemi të kënaqur. O Allahu i dashur, bëre fillimin e këtyre netëve të bekuara një moment ku gjithë ata të cilët kanë brenga, e shqetësime, e mërzi, e siklete, e telashe, e probleme, e sprova, çfarë do qofshin ato, t'jenë të mbyllura e të përfunduara. O Allahu i dashur, bëje fillim
fillimin e këtyre netëve të bekuara një fillim të ri që në zemrat tona të ketë qetësi, të ketë rahati, lumturi, kënaqësi, gëzime, bekime, mirësi për ne, për prindrit tanë, për gratë tona, për fëmijët tonë, për dashurit tonë, për familjarët tonë, për gjithë ummetin e Muhammedit a.s. O Allahu i dashur, të lutemi, na mundësot që t'jemi për i robëve tu të sinqert, që agjerimin që po e bojmë për ty, tjetë për hatër tëndin dhe duke kërku dhe synu knatësin tënde, namazin ton, namazin e teravive, bëje Kur'anin dhe agjerimin ndërmjetësim dhe shefat për ne nesër në ditën e Kiametit. Bëje Kur'anin nesër për ne pranver e freski, e shpëtim për këtë botë dhe botën tjetër. O Allahu i dashur, të lutemi me fuqin tënde, me madhrin tënde, ti je ai i cili nuk ka fuqi e forcë mbi madhrin e fuqin tënde. Ti je mbrojtësi ynë më i miri, na ruaj dhe na mbroj të gjithë neve prej çdo të keqe dhe çdo të ligë. Na ruaj dhe na mbroj prej çdo smundje dhe rreziku. Na ruaj dhe na mbroj fëmijët ton, familjet tona, popullin ton, vendin ton. Mëshiroj e mbar ummetin e Muhammedit a.s. O Allahu ynë i gjithë fuqishëm, i gjithë pushtetshëm, ti je ai që pushteti yt arrin çdo kund, në tokë, në qiell, në det. O Allah, të lutemi të jesh në mbrojtjen dhe në ndihmën e vëllezërve tonë në Palestinë dhe në Gazë, ja Rabbel Alamin. Ata nuk kanë askën tjetër pos teje, ja Allah, ja Rabbi, të lutemi, ndale zullumin e zullumçarve, ndale gjakderdhjen dhe vrasin e atyre civilve dhe njerëzve të pafajshëm. Ti je ai i cili me fuqinë e madhrinë e urtësinë tënde i përmison situatën dhe gjendjen. Edhe njerë vëllezër të dashur, me hajër na qofshin këto 10 ditë të mëdha e të bekume, e Allahu na dhash suksese e bereqete që të dalim sa më të mirë, e sa më shëmbullor, e sa më përkushtim, e më të zellshëm inshallah taala. Allahu është shpërblet, wallahu taala.